Forca e Sigurisë Kosovës, ROF Policia e Kosovës, ROF Kosova Republikë. Të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër, sot shënojmë 18 vjetorin e shpalljes pavarësisë Republikës Kosovës. Një shtet i lindur nga rezistenca paqësore e nga sakrifica popullore, nga lufta çlirimtare dhe nga ndërhyrja ndërkombëtare. Me 17 shkurt 2008, të zgjedhurit e popullit tonë në mënyrë demokratike e shpallën Kosovën shtet të pavarur në një mbledhje historike në kuvendin e vendit tonë. Shqiptarëve ju realizua një aspirat politike, kurse Evropës demokratike ju shtua një shtetëri me orientim geopolitik dhe geostrategjik drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Por, liria e Kosovës nuk filloi atë ditë para 18 vitesh. Liria e Kosovës është ngjizur shumë më herët, me përpjekjen e parreshtur ndër breza me qëndresë të padhunshme dhe me luftën e drejtë të UÇK-s, e cila bashkë me bombardimet e NATO-s kundër Jugosllavisë së Miloševićit i dha fund një regjimi shtypës dhe i hapi rrugë shtetësisë sonë. Sot përkulemi para dëshmorëve të kombit dhe të rënëve për lirinë tonë. Ata nuk janë vetëm pjesë e historisë, ata janë themelet e Republikës. Nderojmë invalidët e luftës dhe veteranët e UÇK-s, si dhe i falenderojmë alatët tonë ndërkombëtar që qëndruan në anën e lirisë, në anën e drejtë të historisë. Në këtë ditë feste, nuk i mbyllim sytë para padrejtësive. Disa nga drejtuesit e luftës sonë çlirimtare po vazhdojnë të mbahen në paraburgime të stërzgjatura në Hag, në procese gjyqësore jo transparente dhe krejt të pashembullta për praktikat e drejtësisë ndërkombëtare. Ne besojmë në drejtësi, por nuk pranojmë ta revidojmë dhe rishkruajmë historinë. Lufta e UÇK-s ishte luftë e kulluar, çlirimtare dhe antikolonialiste. Një luftë e drejtë e një populli të okupuar e të shtypur nën apartheid. Dhe kjo është një e vërtetë që nuk mund të ndryshohet asnjëherë nga askush dhe asgjë. Të nderuar qytetar, të dashur miq, Kosova e vitit 2026 është një shtet më i fortë dhe më i sigurt se kurdo më parë gjatë këtyre 18 viteve pavarësi. Kjo fal angazhimit të secilit zyrtar institucional e qytetar patriot me vendime të duhura dhe me investime konkrete. Në vitet e fundit, shpenzimet për ushtri janë shumë fishuar. Numri i pjesëtarëve të FSK-s është dyfishuar. Me regrutimin e gjeneratave të reja të kadetëve dhe ushtarëve, mes tyre edhe numri i pjesëtarëve gra, që tashmë është prioritet i shpallur shtetëror për FSK-n. Investimi për blerjet pajisjeve është mbi 450 milion euro. Investime këto drejt për drejta në armatim modern, automjete ushtarake, municion të mjaftueshëm dhe sisteme të komunikimit. Ushtrisë sonë i kemi shtuar edhe 5 vendbanime të reja në lokacione strategjike dhe jemi duke investuar në zhvillimin e zonës kryesore të trajnimit Mbabajt Bokës në Gjakov, si dhe në ndërtime e infrastrukturë në të gjitha kazermat. Investuam në edukimin dhe trajnimin profesional të personelit ton ushtarak brenda dhe jashtë vendit. Filluam zhvillimin e industrisë së mbrojtjes me fabrikën e prodhimit të municioneve dhe projekte të tjera që po vinë dhe do të kontribuojnë në vetë qëndrueshmërinë e institucioneve tona të sigurisë, por edhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Janë zgjeruar partneritetet strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e NATO-s përmes marrëveshjeve, ushtrimeve të përbashkëta dhe trajnimeve ndërkombëtare. Për sigurinë rajonale po forcojmë bashkëpunimin me Shqipërinë
dhe Kroacinë. Forca e Sigurisë Kosovës sot po zhvillohet si një ushtri profesionale dhe e ndërveprueshme me alatët tonë, e gatshme për të mbrojtur sovranitetin shtetëror, integritetin territorial dhe jetën e qytetarëve të Kosovës, por edhe për të kontribuar krah aleatëve për paqe dhe siguri në botë. Kjo nuk është ambicie politike, por realitet aktual. Kjo është proces shtetëror i planifikuar dhe i pakthyeshëm. Të nderuar të pranishëm, po ashtu policia e Kosovës vazhdon të jetë një nga institucionet më të besueshme të vendit. Me investime në pajisje, trajnim dhe rritje të kapaciteteve, ajo garanton rendin dhe ligjin çdo ditë në secilin komun e në çdo cep të Republikës. Të dashur ushtarak dhe polic, ju nuk jeni vetëm bartës të uniformës, ju jeni shërbëtor të nderuar dhe të respektuar të Republikës. Puna juaj, disiplina juaj dhe përkushtimi juaj janë garanci e sigurisë sonë kolektive. Parada e sotme nuk është demonstrim force përballë ndokujt. Ajo është dëshmi e modernizimit dhe pjekurisë së shtetit tonë, e aftësisë sonë për të mbrojtur veten dhe për të kontribuar në paqen rajonale dhe botërore. Kosova sot është një shtet demokratik, me institucione funksionale, me ekonomi në rritje dhe me vizion të qartë euroatlantik. Sfida ka, por orientimi ynë është i palëkundur. Në këtë 18 vjetor të pavarësisë, mesazhi ynë është i qartë. Kosova është e lirë dhe do të jetë. Kosova është demokratike dhe do të jetë. Kosova është sovrane dhe do të jetë. Ne do të vazhdojmë të investojmë në siguri, sepse i duam jetën dhe lirinë, zhvillimin dhe begatin të sigurta. Do të vazhdojmë të forcojmë ushtrinë dhe policinë, sepse pa institucione të forta dhe profesionale të sigurisë nuk ka shtet të fortë dhe ambient të qetë jetese për qytetarët tonë pa dallim. Dhe do të vazhdojmë të punojmë për qytetarët, sepse liria ka kuptim vetëm kur shoqërohet me drejtësi dhe dinjitet. Përpara, me kurajo, me mençuri dhe dije, me profesionalizëm dhe integritet, fuqishëm me guzim, sikur dje dhe sikur para 18 vitesh, sot për mot dhe për herë. Lavdi dëshmorëve të kombit, nderim luftarëve të lirisë, roft forca e sigurisë Kosovës, roft policia e Kosovës, roft Kosova Republik, urime 18 vjetori pavarësisë së shtetit tonë, gëzuar dhe ju falenderoj shumë të gjithëve.